E tani do ju tregoj dyshekun që ne përfshim në krevatet tona. Ky lloj dysheku gjendet si nga krevati që është në vlerën 280.000 lekë, që është më ekonomiku që ne mbajmë, dhe jo pa arsye kemi zgjedhur që të mbajmë atë për më ekonomikun dhe jo ato me 1 syrtar ose me 2 syrtar, sepse nuk krijohet gazament. Dhe për post cilësisë së pllakave të krevatit, ne nuk e ndryshojmë cilësinë e dyshekut, që është ky këtu, i cili unë do mundohem ta gjej ku e ka kokën e zinxhirit, për t'ju hapur pak dhe për t'ju treguar pjesën e sfinxherit që ka brenda. Pra është një sfinxher i pastër ekosel me një kullaf i cili në përbërje të vet përmban një shtresë të hollë në emri për t'i dhënë butësi kontaktit me bebi, por gjithashtu ekoseli e ndihmon që të mos bëhet, sikur mos të zhytet fëmia, se nuk është e këshilluar që fëmia të zhytet. Ky është sfinxheri i pastër ekosel dhe ky është klofi i cili përbëhet me këto si tip shtrese të butë që e lejon bebushin që të ndihet butë në momentin që vendoset këtu. Ky kushton 40.000 lekë, është në përmasën 1,20 me 60 dhe shkon rreth 17-18 cm në lartësi. Në vite që e kam të testuar në krevate, mos them që pas karantinës, kam rreth 5 vjet, nuk kanë problematika, janë të lehtë në ajrim dhe klofi i gjithë mund të hiqet me kujdes edhe të pastrohet. Faleminderit.